Rinjtë na jepet mundësia që të hapim ekspozita, të tregojmë artin dhe talentin ton. Ndoshta pa paguar shumë, ose të jetë një mbështetje për të rinjt një vend për një vend për shembull që mund të tregoni artin e talentin tuaj është këtu. Në kryeministri, në te Kodi. Aty ne bëjmë ekspozita. Nuk ka si pagesë. Por nga ana tjetër, kjo është sfida e të gjithë të rinjve kudo në çdo vend. Gjetja e hapësirave, krijimi i hapësirave alternative, ka disa hapësira alternative që janë krijuar, është ajo hapësira që ka bërë Ministria e Kulturës, etj. Kështu nuk është, mendoj unë, krejt pa gjë, por sigurisht që duhet të bëjmë në mënyrë të strukturuar më shumë për skenën artistike. Jemi duke bërë, se nuk të thash, duke bërë një qendër kulturore, të për art dhe për kulturë dhe për rinin në Petrel, në një ish repart ushtarak, shumë projekt i bukur. Besoj të ambarëm shpejt. Dhe edhe aty do jetë mundësia për të bërë ekspozita. Do të kisha dëshirë që nga ju, përveç se unë që të dëgjoja një këshill të mirë, por edhe artistë të tjerë që studiojnë artin figurativ ose i kanë mbaruar studimet, se çfarë duhet bëjë një artist për të rritur shumë nga ana profesionale në fushën e pikturës. Duke qenë se i dhe i fushës dhe studimet. Kjo është pyetje e $1 milion, po ajo që mund të them unë, shkurt, është që Dora duhet të punoj në mënyrë të vazhdueshme dhe të fitoj aftësinë e pa prapakthyer për t'ju përgjigjur kërkesës së syrit. Flasim për pikturën këtu apo jo? S'm pyet për pikturën. Për t'ju përgjigjur kërkesës së syrit dhe të mendjes. Ndërkohë që syri duhet ushqyer në mënyrë të vazhdueshme me shumë imazhe, duhet ndjekur të tjera, duhet parë, syri do ushqim në vetë. Dhe mendja duhet stërvitur në mënyrë të vazhdueshme për të punuar me dorën, për të punuar me syrin. Dhe të treja së bashku duhet të jenë një orkestër në dispozicionin tënd, që gjithmonë më shumë të jenë në gjendje që të përshkruajnë personalitetin tënd dhe të bëhen instrumentat që ty t'javi mundësi të lësh gjurmën tënde. Tani, kjo është pak a shumë gjëja, pra duhet për mua vizatuar shumë, duhet provuar shumë, pikturuar, vizatuar, po vizatuar, unë vizatimin t'i besoj shumë. Dhe duhet ushqyer syri shumë. Dhe mund ta kem kënaqësinë dhe mundësinë nëse do të ishte mundur që t'i shikoja disa nga veprat e tua nga afër. Kjo që ka pritur më vështirë. Më veprat. Faleminderit. Mund ta marrësh biles, mund të ta dhuroj. Nuk është e mbaruar, kuptohet, por është një shenjë që mund ta marrësh. Dhe disa nga veprat e artistëve me famë botërore janë gjysmë të papërfunduara, por kanë një vlerë shumë të madhe. Ndërkohë un kam një profil modest në Instagram, Edi Ramart. Edi Ramart. Aty më shohësh disa gjëra që kam bërë. Jo,
Atë e kam parë, por e kisha pyetje në fakt nëse do t'i shikoja nga afër, sepse emocion që mund t'japi nga telefoni nuk e jep live. Dhe këtë e ka fuqinë dhe potencën një pikturë. Unë nuk bëj, është një vendim që e kam marrë prej kohësh që nuk bëj ekspozita në Shqipëri, sepse nuk dua të zë hapësirën askujt. Nuk dua të zë asnjë ditë, asnjë metër katror askujt tjetër, sepse dua unë jam thjesht një artist që po shkoj po bëj një ekspozit, po gjithë është influenca e autoritetit që kam sot që nuk duhet në asnjë mënyrë të pengoj asnjëri ose t'i bëj hije asnjëriu. Kështu që ekspozitat i bëj jashtë. Kur të kem ekspozitën e radhës, do të çoj fjalë që të shkosh a shikosh në ato udhëtimet e tua. Më shumë presim. Të rahat ta mbyllësh me pyetjen tënde. Se jeta juaj do të ishte një film, si me do të titulloj? Është pyetje si she përgatitur fare dhe se kam menduar një herë, po them që një dikush goxha i famshëm më ka ardhur një herë me një projekt për të bërë një libër, jo një film, duke bazuar tek filmi i jetës time. Dhe ai më tha dua të punojmë tha bashk, por titullin tha nuk e negocioj. I thash, pse, si është ju, dhe më tha, bring me the head of Edi Rama. Më bini kokën e Edi Ramës. Dhe nise nga fakti që në gjithë këtë film shumë e kam dash këtë kokën time në kuptimin që për ta prerë. Po, so far so good. Ju falenderoj shumë, ishte po ke sjell një jeni dhe ju diku aty. Qytetarët ndërtit janë, s'po e ka përbavi. Po. Po, ja dhe vërtet shumë faleminderit se kisha parë të libër të më drejtën. Se kisha parë të libër. Unë jam këtu si kryetar bashkie. Shumë faleminderit. Këta ishin 3 artistë të rinj që u bashkuan sot në këtë podcast me historitë, ëndrat, shpresat, punët, përpjekjet dhe dëshirën e tyre të madhe që të bëjnë çfarë kanë për të bërë, por pa lëvizur nga baza e tyre e luftës që është Shqipëria.